Ka momente në televizion që zgjasin pak sekonda, por jetojnë me javë të tëra. Një lëvizje e shpejtë, një gjest i paqartë, një kërcim, një afrim kamere. Dhe papritur, një narrativ e tërë lind në mendjen e publikut. Kështu ndodhi edhe me atë moment të Dolces, një. Qasti që u ndal në kornizë ishte një moment energjie. Muzikë, kërcim, dritat që lëviznin. Një atmosferë ku trupi lëviz më shpejt se mendimi. Në atë rëmuj emocionesh, kamerat kapën një gjest të shkurtër, një lëvizje drejt fytyrës, një afrim, një çast që në izolim duket i dyshim, pamjet u ndalen. U ngadalsuan. U përsëritën dhe pikërisht aty filloi gjithçka. 2. Kur duket bëhet është, publiku nuk tha, duket si. Tha, është. Ky është kalimi më i rrezikshëm në epokën e pamjeve. Nga perceptimi në dënim. Nga supozimi në bindje. Nga momenti i paqartë në akuzë të plotë, fjala duket humbet shpejt në rrjetet sociale. Sepse nuk ka peshë dramatike. Ndërsa është ka. Është ndez komente, ndarje, tituj, 3. Limi dhe figura e dëshmitarit të pavetdijshëm, në narrativën që u ndërtua, Limi u përfshi si figurë e afërt, dikush që ishte pranë, dikush që pa, dikush që e mori vesh. Jo sepse ai tha diçka qartë, por sepse prania e tij u bë pjesë e montazhit mendor të publikut. Reality show kanë këtë veçanti, çdo afërsi interpretohet. Çdo heshtje lexohet. Çdo vështrim bëhet provë, dhe Limi, pa thënë asgjë, u kthye në figurë kyçe të një historie që askush nuk e kishte konfirmuar. 4. Montazhi si autor i padukshëm, një e vërtet që shpesh harrohet, pamjet nuk janë realiteti, janë përzgjedhje, çfarë tregohet, sa herë përsëritet, në çfarë këndi, me çfarë muzike, me çfarë pauze, të gjitha këto krijojnë kuptim. Një gjest i pafajshëm, i shkëputur nga konteksti, mund të marrë kuptim krejt tjetër, dhe publiku rrallë pyet, çfarë nuk po shoh. 5. Dolce përballë dy fish, kamera dhe gjykim. Në këtë ese, Dolce nuk paraqitet si fajtore dhe as si e pafajshme. Ajo paraqitet si njëri brenda një sistemi ku çdo lëvizje e saj është e ekspozuar dhe e interpretuar. Dhe ky është paradoksi i Big Brotherit, je i vëzhguar vazhdimisht, por kur plotësisht i kuptuar, një moment i vetëm mjafton për të ndryshuar mënyrën si të shohin. Dhe kjo peshë psikologjike është e madhe, sidomos kur akuzat lidhen me tabu dhe stigma. 6. Pse publiku kërkon skandal? Skandali është i thjeshtë, e vërteta është e ndërlikuar. Publiku kërkon histori që ndahen lehtë në fajtor dhe viktim. Dhe një moment i paqartë shndërrohet në narrativ sepse plotëson këtë nevojë për qartësi të rreme. Askush nuk pyet për presionin psikologjik, lodhjen, ritmin e çrregullt, ndikimin e dritave, muzikës, kamerave, sepse këto nuk bëjnë tituj. 7. Kur dyshimi bëhet dënim social, edhe pa prova, një akuzë e përhapur mjafton për të dëmtuar imazhin e një njeriu. Ky është realiteti modern, dënimi vjen para verifikimit, dhe edhe nëse më vonë gjithçka bie poshtë, hija mbetet, kjo ese nuk është mbrojtje. Është reflektim. 8. Përgjegjësia e shikuesit, pyetja e vërtet nuk është, çfarë bëri Dolce? Por, çfarë bëjmë ne me atë që mendojmë se pam? A ndalemi përpara se të gjykojmë, a e pranojmë se mund të gabojmë, a i japim një njeriu hapësirë për të mos u shkatëruar nga një moment. 9. Përfundim, pamja nuk është e vërteta, pamjet mund të jenë të qarta, interpretimi nuk është kurrë i tillë. Dhe kjo ese mbyllet me një mendim të thjeshtë, jo çdo gjest është deklarat, jo çdo moment është provë, dhe jo çdo histori që duket e plotë është e tillë. Në një botë ku gjithçka shihet, ndoshta ajo që mungon më shumë është durimi për të kuptuar.